بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falenderojmë dhe lavdërojmë Allahun Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'u, ashtu siç i meriton ai subhanahu wa ta'ala. Selamat i dërgojmë Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam, familjes, shokëve dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij. Vazhdojmë edhe sot me lejen e Allahut të lartësuar shpjegimet nga tefsiri i Kur'anit famullar, dersi 67 me radhë, që ne jemi tek ajeti 164 i kapitulit Al-Baqara. Ku me lejnë Allah të lartësuar dhe shpjegojmë vetëm këtë ajet në këtë ders për të marrë dobi nga ky ajet i mrekullueshëm, ku Allah subhanahu wa ta'ala na jep dobi të rëndësishme për njëshmërinë e tij. Në dersën e kaluar thamë që ajeti i fundit që ne shpjegojmë ishte ku Allah azza wa jalla bën me dije të gjithëve wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allah azza wa jalla i tha të gjithëve që wa ilahukum ilahu wahid, Zoti juaj është një. La ilaha illa hu, nuk ka zot tjetër përveç tij, huwa ar-Rahmanur Rahim. Ajo i gjithë mëshirshëm i mëshirploti. Kur mushrikët ndëgjuan këtë ajet, kur i than pejgamberit sallallahu alaihi wasallam cilësoni i Zotit tënd, dhe Allah azza wa jalla zbriti surën Al-Ikhlas, kul huwallahu, dhe këtë pjesë të ajetit, mushrikët lypën argumenta, tregon ai disa argumente që Zoti është një. Tregoni argumentet që Zoti Jalla wa Ala është një. Allah subhanahu wa ta'ala zbret ajetin 164 të surës Al-Baqara ku thot: Inna fi khalqi as-samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar wal fulki allati tajri fi al-bahri bima yanfa'u an-nas wama anzala Allahu min as-sama'i min ma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha wa batha fiha min kulli dabatin wa tasrifi ar-riyahi was-sahabi al-musakhkhari bayna as-sama'i wal ard la ayat li qaumin yaqilun. Dhe zbriti këtë ajet ku Allah azza wa jall na tregon dhe thot inna fi khalqi as-samawati wal ard, në krijim më të vërtetë, në krijimin e qiejve dhe të tokës, wa ikhtilafi al-layli wan nahar, në ndryshimin e natës dhe të ditës, wal fulki allati tajri fi al-bahri bima yanfa'u an-nas, dhe në lundrimin e anijes në det që ju sjell ju dobi njerëzve, wa ma anzala Allahu min as-sama'i min ma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha, dhe që shiu në lëshon prej së lartë nga qielli, me të cilën thot i ringjall tokën pas vdekjes së saj. Wa batha fiha min kulli dabba, dhe pastaj në tokë i shpërndajti nga të gjitha llojet e gjallësave, wa tasrifi ar-riyahi bayna as-sama'i wal ard, dhe në qarkullimin e erërave dhe rreve mes qiellit edhe tokës, të cilat janë të nështruara dhe Allah azza wa jall. La ayat li qaumin yaqilun, janë argumente për një popull që ka mend. Për një popull që ka mend. Ky ajet të dashur vëllezër është ajet i mrekullueshëm, ku Allah subhanahu wa ta'ala na tregon sebepin pse ka zbrit këtë ajet. Pra mushrikët lypën argumente që Zoti jonë Allah azza wa jall u tregoi, që është ai i cili ka kriju qiejt edhe tokën. Pa shtylla, ti mahnitësh kur i shet qiejt edhe tokën, se si Allah azza wa jall i ka kriju. Nëse kish me ardhur një pejgamber i Zotit dhe kish me ngrit një kodër pa shtylla, me nejt në ajër, kishte më qujt mrekulli, mu'jize. E krijuesi i gjithësisë Allah azza wa jall ka kriju qiejt edhe tokën edhe planetet pa shtylla, i sheti, s'ka shtylla kërkon. Secili lundron në orbitën e vet, edhe dielli, edhe hana, edhe yjet, edhe galaktikat, lartësinë të cilëve din vetëm Allah subhanahu wa ta'ala. I ka kriju 7 palë qiej, 7 palë toka, të cilat sipas shënimit Sulejmanit Islam janë të ngjitra në mëzveti për shkak të dhejut, ndërsa qiejt janë të ndarë në mëzveti, secili qielli ka banor të saj, ashtu siç ka në hadithe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Për mrekulli, për mrekullive të Zotit, apo doni mrekulli me ditë, se Zoti Jalla wa Ala është një dhe i pashatsh, ja ku i keni mrekulli. Gritni kokën lart të shikoni qiellin. A mundni me gjep diçka që keni vrejtjen ta? Jo.
Wa ikhtilafil lejli wan nahar, në ndryshimin e natës edhe të ditës. Ku Allah subhanahu wa ta'ala e cek në këtë ajet natën para ditës. Dietarët e Islam, tefsirologët thonë, nga kjo ajet e marrim se nata është esenca. Natën e ka kriju Allah azza wa jall, esencën, dhulumat, pra errësirën, pastaj dritën. E keni pa të gjitha ditët që vijnë, nata është paraprakisht. Për shembull, sot është e martë, sot është nata e mërkurës. Apo nata e mërkurës. Të ejtën, mas namazit e ikindis, hin nata e xhumë. Përveç një ditë në vit e ka natën mas. Është interesant. Vetëm një ditë në vit e ka natën mbrapa, e ajo është dita e Arafatit. Nata e Arafatit nuk është përpara, është mbrapa. Pra, për çfarë arsye? Për arsye se haxhi është ditën e Arafatit. Allah azza wa jalla ju ka dhënë mundësi ata që s'kan mundësi me nxon ditën, e nxon pjesën e natës të Arafatit. Për këtë Arafati është vetëm një ditë që natën e ka mbrapa, jo përpara. Për ulemaja të tjerë thonë, nga ky argument që nata është mbrapa, atëherë thonë esenca është dita pastaj nata. Mirë, po kjo s'është më rëndësi, është më rëndësi që Allah subhanahu wa ta'ala na tregon se ikhtilafu al-lejli wan nahar, në ndryshimin e natës dhe të ditës ka argument për njëshmërinë e Zotit xhalla wa ala. Me ndryshimin e stinëve, njëra e palë ja kalon tjetrës, dita bëhet më e gjatë verës, nata bëhet më e shkurt, ndërsa dimrit nata bëhet më e gjatë, dita bëhet më e shkurt, asnjëna nuk ja kalon tjetrës. Asnjëna nuk ja kalon tjetrës. Për këtë thot një prej ulemat e Islamit Ibn al-Anbari rahimahullahu ta'ala, thot koha ndahet në 3 lloje. Koha që ne jetojmë, që i ka 24 orë, një ditë i ka 24 orë, ndahet thot në 3 lloje. Lloji i parë i kohës thot është natë e plot, e cila fillon me perëndimin e diellit dhe përfundon me lindjen e diellit. Kjo është natë e plot. E dyta thot është, lloji i dytë i kohës thot është ditë e plot, e cila fillon me lindjen e diellit dhe përfundon me perëndimin e diellit. Kjo është natë e plot. Dhe lloji i tretë i kohës thot është mes natës dhe ditës, e cila pjesë është para lindjes së diellit, që zbardhet, e ke po zbardh, as s'u thu që është ditë, as s'u thu që është natë. Mirë po zbardhet. Dhe para perëndimit të diellit, gjithashtu është një kohë e cila as s'u thu që është natë, as s'u thu që është ditë. Ibn al-Anbari rahimahullah thot pra koha ndahet në 3 lloje. Natë e plot, ditë e plot dhe mes tyre. Dhe mes tyre që është mrekulli prej mrekullive të Allahut azza wa jall, i cili natën e ka bërë për pushim dhe ditën e ka bërë për punë, dhe ditën e ka bërë për punë, mirë po ne fatkeqësisht, domethënë komplet ja kushtojna punës edhe nuk lëm asgjë për gjuhë, dhe asgjë për ibadet. Pastaj Allah azza wa jall thot: "Wal fulki allati tajri fi al-bahr." Dhe të anijes që lundron në det, është argument për argumenteve të Zotit që është një dhe i pashoq. Anijet që lundrojnë në det, kush i man anijet me najt deti? Allahu xhallahu ala i man anijet me najt deti. E ka kriju detin për lundrim, me lundru njerëzit, me marë prej të mirave të tij. Monal me meditu është shumë rëndësishme. Për arsye se Allah azza wa jall i ka kriju njerëzit në pole të ndryshme të globit. Disa jetojnë ma tonë detit, disa knej detit. Dhe për të bërë tregti me vetit, do të me utu me anije. Allahu xhallahu ala jo ka lecu njerëzve që është me utu me anije. E thot Allahu, edhe në anijen që lundron në det, është argument për argumenteve të Zotit. Nuk ka mundësi me mbajt toka atë që e mon deti. S'ka mundësi. E keni po sa tonelata i ka një anije bashkëkohore? Me qindra mira tonelata i ka. Nuk ka mundësi që asnjë gomë, asnjë kamion, asnjë gjë që mundet me barë toka, ata që e barë deti. Allah azza wa jalla ka kriju detin të njelmët. Për arsye se po të ishte i ëmbël, nuk do të mundte të qëndron të anija ashtu si qëndron në detin e njelmët.
sepse është dënësia aq e madhe nga ndjelmësia e detit. E dyta, po të ishte deti i ëmbël nuk kishme mujt me jetu prej erës, sepse uji i ëmbël i cili nuk lëviz kundërmon erë me kalimin e kohës. Nuk kishin mujt me jetu njerëzin tokë prej erës. Allah Azza wa Jalla ka kriju të njelmët për të lundru anijet me letë dhe për të qenë pa erë. Pa erë. I ke pa, ka erë u i detit s'kaj. Dërsa po të shkosh me një moçal, me një liçen, e një erën e moçalit sepse është i ëmbël. E Allah Azza wa Jalla po thotë: "Wal fulki allati tajri fil bahr", anija e cila lundron në det. Është argument për argumenteve të Zotit. I pari që ka ndërtu anije në faqen e tokës është Nuhu a.s. I pari njeri që e ka mësu Allahu Azza wa Jalla që me lundru në det është Nuhu a.s. Njerëzit më herët s'kan ditë çka është anija. Nuk kanë ditë çka është lundrimi në det. Veç e kanë bërë detin për islarve. Nuk kanë ditë çka është lundrimi. Allahu Azza wa Jalla kur ka dashur me dinu popullin e tokës, e ka dërguar Xhibrilin a.s. si inxhinier i anijes. Dhe ka mësu Nuhun a.s. si ta ndërtoj anijen me lundru në det. Të gjitha bazat e jetës, dashur vëllezër, të merrni as argument. Gjitha bazat e jetës të tokë, për parimin shkencor, bazat i ka të pejgamberët e Zotit. Allah Azza wa Jalla i ka mësu pejgamberët, i kanë shpërndarë në tokë, pastaj njerëzit kanë avancu. Rëndë gënjeshtër është ata që thonë se shkencën ne vetë kemi zbuluar. Jo more, do të vijmë te ajetet që Allah Azza wa Jalla ka mësuar Davudin a.s. si me përpunoj hekurin. Kush e ka mësu Davudin? Allah Azza wa Jalla. I pari që e ka mësu si me përpunu hekurin, si me punu me hekur është Davudi a.s. pejgamberi i Zotit. S'kan ditë njerëzit më herët çka është hekuri. Nuk kanë ditë çka është. Idris a.s. ka qenë robaçepsi i parë, ka qenë, domethënë zdrugtar i parë. Mjeku i parë ka qenë Isa a.s. Gjithë pejgamberët janë kanë mësu njerëzve ato që duhet dhe pastaj njerëzit janë avancu me lejen e Zotit subhanahu wa taala. Pra i pari që ka zbuluar anijen është Nuhu a.s. Prej mrekullive të Allahut Jalla wa ala wa taqaddasat asma'u. Këtë ajet ulema e Islamit e marrin si argument lejimin e lundrimit në det për nevojat e njerëzimit. Përveç kur ka rrezik të madh nuk lejohet lundrimi në det, sepse jeta e njeriu është e shenjtë. Prandaj kur rreziku është permanent në det nuk lejohet me lundru dhe me thonë tash unë hypi anijes edhe shkoj diku. Fuqahat e Islamit, ulemaja e fiqhut të mëdhëbeve të ndryshme kanë diskutuar çështjen e lundrimit në det. Për arsye se në kohët e tyre anijet nuk kanë qenë të mëdha, sikurse që janë në kohën tonë. Imam Maliku e ka interesant një fetva dhe thotë nuk lejohet për gruan të hyjë në anije vetëm me nevoja shumë të rëndësishme për arsye se anijet kanë qenë të vogla dhe nevoja fiziologjike është do t'i kryen afër anijes dikon në qoshe. Për shkak të zbulimit të avret ka thonë nuk lejohet. Shikoni çfarë njeriu i mençur ka qenë Imam Malik. Mirë, po me kalimin e kohës, me zbulimet e anijeve të mëdha, kur secila i ka portët e veta, i ka domethënë dhomat e veta, i ka WC-at e veta, kjo çështje pastaj nuk diskutohet. Mirë, po e kanë diskutuar ulema e Islamit për arsye të nderit të njeriu, ruajtjes së vlerës së gruas dhe të njeriu në përgjithësi, ruajtjes së jetës së njeriu. Kur është rrezik nuk lejohet pra udhëtimi për arsye se mundet që njeriu ta humbë jetën e tij. Sa e rëndësishme është jeta detare jetë sot vëllai. Është interesant këto ajete në kanë radhë domethënë kur është trajtuar nafta. Sa e rëndësishme është jeta detare tregon sot. Ku një ngushtic atje bllokohet, krejt dynjaja ka probleme. Pse? Bllokohet trafiku ujor. Bllokohet trafiku ujor, që Allah Azza wa Jalla ka bërë argument. Në vend që njerëzimi me marë mësim nga këto çështje, me kuptu njëshmërinë e Allahut Azza wa Jalla, tauhidin e Zotit, edhe me falendru Allahun Azza wa Jalla që na i ka mundësu lundrimin e det, dhe tregtinë mes vete, njerëzit e bllokojnë njëri tjetrin për interesat e vetë. Kjo është argument kundër tyre nesër ditën e gjykimit, nga këto ajete që neve i lexojmë. Të dashur vëllezër, Allah Azza wa Jalla pastaj e vazhdon ajetin thotë dhe anijet që lundrojnë në det bima yanfa'u an-nas, që ju sjellin dobi njerëzve. Që ju sjellin dobi njerëzve dhe jo dëm. Anijet që bëjnë dëm nuk lejohet në esencë me lundru në det.
sigurisht që janë piratët e kështu me radhë. Bima yanfa'u an-nas, që kanë dobi njerëzit prej tyre, që ju sjellin dobi njerëzit. Imam Kurtubi u sjell në tefsirin e tij të dashur vëllezër një debat me mendjeletët, Një prej mendjeletëve i ka thonë një prej ulemave të Islamit, Zoti xhallahu ala në Kur'an thotë ma farratna fil kitabi min shay. Ku Zoti thotë në Kur'an nuk kena lënë mangu asgjë në Kur'anin famlar, s'kena harruar për gjë. Krejt atë çështje që ju vini juve njerëz, i keni në Kur'an. Thotë Allah azza wa jalla në këtë ajet, sura Al-An'am, ajeti 38. Një mendjelet e ka lexuar këtë ajet dhe i ka thonë një prej ulemave të Islamit, Allahu po thotë në Kur'an, krejta i kena cek në Kur'an, çka keni ju nevojë, kena cek në Kur'an. Ama unë s'po shoh thotë që përmendet krypa, që përmendet specat, partizanat, si farë, do thonë me hulumtu më së kom për neva, se një emër me alon thmisë të kjo, a është Kur'an, se menon që Kur'an është katalog i ushqimeve, katalog i emrave, kështu e menon Kur'anin. Aja alim ju ka përgjigj, ka thonë, po mëre, Kur'an është gjithë shka, ka thonë shka, bima yanfa'u an-nas. Kjo ajet, kjo pjesë ajet. Ajo që ju sjell dobi njerëzve. Gjithçka që ju sjell dobi njerëzve, Allah ka cek me një gjysmë ajeti. Çka është të dobishme, vepro me to. Çka s'është të dobishme, leje. Sepse Allah azza wa jalla ka cek në ajete të tjera që mos u merr me ato që s'takojnë. Mos u merr me ato që nuk ju bëjnë dobi njerëzve, kundërta ajetit. Dhe bima yanfa'u an-nas, ajo që ju bën dobi njerëzve, hyn të gjitha, edhe krypa e tij që ka pyet, edhe specat dhe partizanat, dhe gjithë çka që ka dobi. Për këtë, disa të tjerë thojnë, e ka cek Zoti xhallahu ala që krejtat na i kem cek në Kur'an, edhe dijen edhe krejt. Ka thonë, po na nuk i dim, do më thonë cili është ma i dishme me prodhu kerën, me prodhu ato, si ka cek, një prej ulemave islamit i ka përmend në ajet, ka thonë, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Pyetni ata që din, kur ju nuk dini. Kur ju nuk dini, pyetni ata që nuk din. Merr fund kjo çështje. Ti s'din me prodhu diçka, pyet ato që din. Kry, Kur'an e ki. Mos merr me detaje me thonë se ka përmend to se Kur'ani nuk është katalog i emrave. Allah azza wa jall Kur'anin e ka thënë çelës të jetës. Ai që mediton është çelës i jetës. Ta hap jetën edhe ti vazhdon rrugtimin. E vazhdon rrugtimin drejt Zotit xhalla wa ala. Pastaj Allah azza wa jalla vazhdon ajetin ku thotë: "Wa ma anzalna minas sama' wa ma anzala Allahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha." Edhe shiun të cilën e lëshon nga qielli, me të cilën Zoti xhalla wa ala e ringjall tokën pas vdekjes së saj. Pasi që toka është e vdekur, s'ka kuni far bimësie, s'ka kuni far gjallënie, Allahu xhalla wa ala e lëshon shiun nga qielli, e ringjall tokën. As është kjo argument për një shmërinë e Zotit, a nuk logjikoni ju që Allah azza wa jalla ashtu si ju ka kriju herën e parë, kam ju kthy në tokë, pastaj prap kam e ringjall prej saj? Argumenti i qartë i Zotit xhalla xhelaluhu për ata të cilët kanë logjik. Pastaj thot Allah azza wa jalla fa askannahu fil ard. Pra një pjesë të ujit, ne me to i ringjallëm bimët, i ringjallëm drithnat, i ringjallëm tokën pas vdekjes së saj. Një pjesë të saj, thot në një ajet tjetër surës Al-Mu'minun, ajeti 18, fa askannahu fil ard. Një pjesë tjetër të ujit e ruajmë në tokë. E ruajmë në tokë. Për dobi të njerëzve, ne kur hedhmi, kur qelmi bunara dhe puse, a ka ujë në tokë, nër funi, ka lumejt që cilët rrjedhin në tokë. Pra një pjesë që bjen nga qielli, me të ngjallët toka, një pjesë tjetër Allah azza wa jall e ruan në tokë për njerëzit, për dobinë të njerëzve. As është kjo argument që Allah azza wa jall është një dhe i pashoq dhe meriton adhurimin? Wallahi është argument i madh. Pastaj Allah azza wa jall thotë: "O batha fiha min kulli dabba." Dhe pastaj në tokë ka shpërndarë nga të gjitha gjallësat. Nga të gjitha gjallësat, që numri i tyre vetëm Allah azza wa jall e din. Vetëm Allah e din numrin e krijesave në tokë. Të gjallësave në tokë, të kafshëve, të insekteve, të shpenzëve. Vetëm Allah azza wa jall e din. Ai i furnizon, ai ushqen. Secila e merr rrezikun e saj. Pa ju paksu asgjë.
Para mendoni dashur vëllezër, sa është kjo argumenta? Në një familje s'u bëmojnë kiametin me shohën apo. Kiametin e shohin njerëzit në mujor shtesa të janë rroga për me majt gjallë në familje që ka. Aso është ndërsa Allah Azza wa shën gjitha krijesat e tij. Ka një athere, është përmend një athere që Sulejmani alayhis salam i ka bënë një gosti të madhe për ta falendruar Allahun Azza wa Jall që e bëri pejgamber dhe e bëri mbret dhe e shtroi një sofër të gjatë atë çast se syri. Dhe i tha Zotit, o Zot, po do mi mbledh krijesat e tua që me hangër ushqim zbashku me festue këtë ditë që ti na i ke dhënë. Allah Azza wa Jall o Sulejman, nuk mund ta ti më ushqy krijesat. S'mund ta ti më ushqy. Don po du një sofër të gjatë madhe që më ushqy krejt. Ta shtroi sofrën. Thot ka dhënë një krijesë nga deti e ka hangër vetë komplet atë sofrën. Sa syri gata. Sa syri që ka pa gata e ka shtruar sofrën, vetëm një krijesë Allah Azza wa Jall ka dhënë prej ditë e ka hangër krejt. Ka thonë Allah Azza wa Jall, vetë ti je që furnizon sos moj. Ti je i cili furnizon krijesat e tua. S'mon askush me furnizu, se di numrin e tyre askush. Sa miliona, miliarda, triliona krijesa janë, Allahu Azza wa Jall është ai i cili i ka shpërndarë tokë dhe ja çon rrezikun. Asa është argument që Allah Azza wa Jall është një dhe i pashaq dhe meriton adhurimin. Pastaj Allahu Jalla wa Ala thot wa tasrifi rriyah. Pastaj thot dhe çarkullimin e erërave was sahabi musakhkhar bayna as-sama'i wal ard. Çarkullimin e erërave dhe të rejeve në mes qiellit dhe tokës është argument që Allah Azza wa Jalla është një dhe i pashaq. Kush mundet me majt të rejnë në ajër? Kush mund me majt? Mes qiellit dhe tokës. As nuk është në tokë që me pas një shtyll, një bazë, as nuk është e kap për qiellit reja. A peshon me tonelata. Njëri e cila bart shi, peshon me tonelata kilogram. Ajo rrin në ajër. Kush e man atë? Allah Azza wa Jalla man. Një aeroplan më ngrit, do të mi pas domatora ka gjatë fuqishëm, se s'mundet më ngrit në ajër. Me lejen e Zotit Jalla wa Ala rret esin poshtë dhe përpjet. I dërgon dikon, i kthen dikon shoshi, dikon shon erëra të fuqishme, për dikon është rahmet, për dikon është dënim. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadith, "Ar-rihu min ruhillahi." Erërat janë prej rahmetit Allahut Azza wa Jalla. Ta'ti bir-rahma, bin nga një herë me rahmet, wa ta'ti bil-'adab, edhe vin nga një herë me dënim. Fa idha ra'aytumuha fala tasubbuha. Kur e shikoni erën që po vjen, mos e fyeni ato. Mos e fyeni ato. Është ndaluar me haram. Thot was'alullaha khayraha wasta'idhu billahi min sharriha. Mirë po kërkoni prej Allahut bereqetin e saj dhe kërkoni prej Allahut mbrojtje nga sherrri i saj. Për këtë ka një hadith për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kur fryn era është duaja e erës. Allahumma inni as'aluka khayraha, khayra ma fiha wa khayra ma ursilat biha wa a'udhu min sharriha min sharri ma fiha wa sharri ma ursilat biha. Wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat biha. Kjo është duaja kur fryn era. O Allah, kërkoj khajrin e saj, khajrin që gjendet në ta dhe khajrin që është dërguar me ta. O Allah, kërkoj mbrojtje prej sherrit të saj, sherrit që gjendet në ta dhe sherrin që është dërguar me ta. Kjo është duaja e erës. Kjo është duaja e erës. Sa virusi mundet më bart me erë. Sa smundja mundet më bart me erë. Sa bereqeti mundet më bart me erë. Sa pjalmimi i pemëve bëhet nëpërmjet erës. Nëpërmjet erës pjalmimi i pemëve i bimëve. Argument për argumenteve të Allahut Azza wa Jall, erërat të cilat e bartin, do të thonë shiun, e bartin rreth, poshtë dhe përpjet. Me lejen e Allahut Jalla wa Ala wa taqaddasat asma'. Për këtë ka ardhur në hadith dashur vëllezër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që errat përqendrojnë mes qiellit dhe tokës me lejen e Zotit. Një njeri në kohën e hershme, duke hec e kanë dëgjuar një zot të kret. Ka thonë shkol shoshit e ara filanit. E kanë dëgjuar një zot në re, sepse janë melek të cilët janë përgjegjës për shiun. Ju grahin rreve me lejen e Zotit nëpërmjet ernave. E kanë dëgjuar duke thënë shkol shoshit e ara filanit. Në filan vend.
Ka shku reja, ka shushi të ara filan. Kjo shku rrugës e ka pa filan duke punu në arë, duke e da ujin me shkune për arën e ti. Ka thonë o ti, a jeti filani? Ka thonë. Ka thonë, ka e ditë e emnin. Që s'pot një, ka e mësove emnin tem. Ka thonë, ndëgjova në qilë, duke thonë, shkët e ara filanit shushi. Ka thonë, qka bon ti? Që Allah Azogjel erën e dërgon në përmjet e reve, i shtynë rejt në artë të ti edhe më rashi. Ti që ka bën me tokën tonë? Ka thonë une, kër e mbjell tokën, kër e marë bereqetin, 1/3 e bereqetit e jep sadaka. 1/3 tjetër e la për familje. 1/3 tjetër e futi prap në dhejë. Ka thonë, kjo ko që ka arsyja që Allah Azogjel, ty t'jep bereqet në jetë, edhe bën që vetë të ara jote me rashi, tjetër kënë zbjeshi. Allah Azogjel për ka argumenti qarë, që rejtë që ndronë në ajrë me tonelata kilogram, dhe asë nuk binë tokë, asë nuk shkoj me lartë. E lëshojnë shinë me lene Allah, Azza wa Jalla, të këtë dëse të smau. Të da shë lezër, era ratë janë interesante. Lëma Islamit kanë shkru vetë për erat libra. Era ratë do në 4 loje. Në basë të stinve, edhe era ratë që i ka kriju Allah Azza wa Jalla, dohen. Allah Azza wa Jalla ka kriju 4 stinë. Pra në verën vjeshtën edhe dimri. Teknej në Balkan, në pranverë, fillon me erëra, perëndim, nga perëndimi vinë erëra dhe jug perëndimi, të cilat janë të nxehta dhe të lagshta. Erëra kur fryn në pranverë, të na fryn nga perëndimi dhe perëndimi, edhe janë të nxehta dhe të lagshta. Për arsye që me ngjall tokën prej dimrit, me bereqet, e ngjallin tokën me lagshti vinë, bin bimet, bin drithnat, ato që i kanë mjell nërëzia, fillon zhvillimi, fillon jeta, në përmjet erave që Allah Azogjel i dërgon me shi, i dërgon me lagshti. Në verë, të këne fillon era prej perëndimit më shpesh, po edhe nga jugu, janë të nxehta dhe të thata. Pse? Sepse ka nevoj më pjek ajo që mbjell. Ka nevoj më pjek ajo që mbjell. Prej drithnave, prej perimeve, më pjek në verë për shkak se erat janë të nxehta dhe të thata. Dhe fillon korja grurit. Fillon korja grurit dhe drithnave dhe bereqitit Zotit që ne ka dhonë. Pastaj në vjesht, erat tek ne janë nga jugu dhe juglindja. Dhe janë të ftofta dhe të thata. Jo shumë ftofta. Janë të ftofta dhe të thata. Pse? Për me i pjek frutat më shpejt. Pjeken frutat që janë në degë. Fahet rushit të më kanë rush i fatë. Sepse këtu në janë njerëz që s'kan pas mjete me të cilat i kanë tha pemë, i kanë tha vetë, në përmjet erërave, në përmjet diellit. Allah Azogjel i ka dërgu bereqet këto erëna, që me pjek frutin më shpejt, me vjel më shpejt, mos me nxon dimri. Dhe pastaj në dimër, dashur vëllezër, tek ne fryn nga veriu dhe verilindja era. Janë të ftohta, të thata dhe nga njerë janë të lagshta të cilat bien borë dhe janë të ftofta dhe bien, domethënë toka, sikur se të ishte e vdekur, pushon deri në pranverë. As janë argument këto prej Allahut Azza wa Jalla. As janë argument këto prej Allahut Jalla wa Ala, që ajo është një dhe i pashoq dhe meriton adhurimin. Wallahi janë argument. Për këtë thot një prej Ka'b al-Ahbari radiyallahu ta'ala anhu, thot erërat, ose më mirë me thonë, ka thonë ret që janë në qiell, janë si të shiu. Ka'b al-Ahbari radiyallahu ta'ala anhu thot, ret që janë në qiell janë si të shiut, e sitin shiun. Ka thonë, mos të ishte ret, kur uji të binte nga qielli, do ta prishte dhëun të cilën është në tokë. Subhanallah. Ka'b al-Ahbari ka qenë jahudi, është musliman, thonë ka qenë njëri që ka pas dije të thellë edhe të islamit edhe të librave të arshëm. Ka thonë, ret janë si ta e shiut. Po mos të ishin ret, shiu kur bjen tokë kish prish tokën. Allah Azza wa Jalla ka bërë ret që të jenë bjen shiu i dobishëm në mënyrë që pastaj të ketë dobi toka, të ketë dobi toka. Ky ajet është mrekulli, dashur vëllezër, gjitha këto dobi kanë thënë ulema e islamit vetëm për këtë ajet. Për këtë ka një hadith për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe po e përfundojmë. Wailun liman qara hadhihi al-aya famajja biha. Ka një hadith për këtë ajet ekskluzivisht. Ka thënë mirë ai i cili e lexon këtë ajet dhe nuk e mediton.
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, mirë ai I cili e lexon këtë ajet edhe nuk e mediton atë. Nuk e mediton atë. Andaj kur ti nalesh dhe lexon këtë ajet, ku Allah subhanahu I ka kriju qiejt edhe tokën, natën edhe ditën, dhe I ka krijuar erët, edhe shiun, edhe erra, edhe detin, edhe lundrimin. Për çka janë këto? Li qaumin yaqilun. Kjo thot është la ayat, është argument për një popull që mendon. Të gjitha ato që I ka thënë Allahu subhanahu wa taala, në këtë ajet në fund thot, kjo është argument li qaumin yaqilun, për një popull që mendon. Për një popull që s'mendon, s'është kjo ajet. As është Kur'ani fare. Për një popull që s'mendon, që s'logjikon, që s'mediton, s'është. Për këtë një problemare të Islamit ka thonë, kur ka ardhur një shembull në Kur'an, edhe unë nuk e kam marrë vesh, ka qajt. Pse ka qajt? Ka thonë se është li qaumin yaqilun, sepse ka thonë Allah është për një popull që logjikon, një popull që mendon, domethënë s'unë të e marrë vesh këtë Kur'an. S'unë të e marrë vesh këtë ajet. Domethënë që unë s'ku ka për mua që s'unë të e marrë vesh. E Allah Azza wa Jall këtë ajet për një popull që logjikon, për një popull që mendon, për një popull që mediton. Në mënyrë që ta gjej wahdaniyetillah, ta gjej njëshmërinë e Zotit në të. Wa ilahukum ilahu wahid. Zoti juaj është një dhe I pashoq. La ilaha illa hu, nuk ka zot tjetër përveç Tij, huwa Ar-Rahmanur Rahim. Ai është gjithë mëshirshëm, mëshirploti. Dhe të gjitha këto argumente të cilat neve pastaj I lexuam nga ky ajet I mrekullueshëm ka Allah Azza wa Jall, e vërteton që është një dhe I pashoq dhe meriton adhurimin, duke lutur Allahun Azza wa Jall që të na bëjë prej atyre që gjithmonë vetëm ata adhurojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Dhe jo të na bëjë prej atyre njerëzve që Allah Azza wa Jall është I hidhur me ta dhe është as prej atyre të cilët kanë një humbje. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.